denoncimet erdhen në atë mënyrë gjithë këtyre që nuk ishin pranuar këngët festival, kur u bë diskutimi në lidhje dhe unë mbajta raportin. Kishin ngarkuar, që të bëjnë raportin, bashkë me drejtori që ishte sekretari i lidhjes. Ai për tekstet, unë për muzikën, unë shkri në një dhe atje. Të gjithë ata që s'kishin erdhën dhe u ankuan dhe i kanë bërë kështu, ky ka bërë këtë, ky ka bërë, u eksagjeruan. Dhe, madje dikush, shumë veta me biografi të keqe, ato filluan britën deri këtu njëri sa s'janë gjitha këto që me festivalit dhe. Po këto tha dhe në opera i këta këto ndikime shumë erë më të mdhaja. U bë një denoncim publik. Erdhën ekipe, erdhën kontrole. Ta që ishin persekutuar, Ata. Ata për më shumë, Për të ngritur. Dhe në momentin që këto menduan se po i ngrin, partia prap nuk i ngriti. Ata. Prap nuk i ngriti? I hoqi. Sepse, si duket edhe nuaste që ka diçka. Po fakti ishte që mua ati diskutimet ishin shumë të egra. Dhe dita që nga diskutuar para një ekipi, kishte 100 pyetje, mbi 100 pyetje, dhe ka zgjatur nga ora 9 deri në 1 të drekës. Të cilave unë jam përgjigjur 1 për 1, dhe atje shpëtova që nuk pata dënim, si thua, se dënimi shkonte edhe në burg. Atje. Unë mora këtë që Zhani ka parë me sy unë teknik, nuk ka i fa, po është si teknokrati ka parë. Po teknokratu në fundit nuk ishe njëri i partisë, politik. Dhe juve u dënuar? U të shumë patas? Unë shkova për kështu riedukim. Riedukim që ishte? Po mirë, vetë kështu, a bëri tentativa në një regjimi për të afruar, për të bërë për vete, për të bërë komunist? Për para shumë. Të doni të bëni, në? Shumë. Për të bërë me sigurimin, për shemull? Jo. Jo, nga këto. Po, si të afroni ty? Vetëm thjesht për të futur në parti? Donin që të futesh në parti. Donin, no? Pata suksesi u dhe i statistik, bëra disa gjëra të mëdha. Dhe një nga ato njerëzit që vinte pothuajse për ditë, ai ishte personi që kur unë u lidha me Rudinin në Akademinë e Arteve e i jepte një nga lëndët politike, ai thonte, nuk e dini ju kush e ka bërë diskutimin e festivalit 11, kush ka qenë nga ato njerëz me lakra në kokë. Ky pikërisht që më lutesh mua, dhe unë asnjëherë nuk u bëra partijak, sepse s'kisha besim në përgjithësi tek në asnjë moment. Thonja që arti nuk duhet ngatruar, sigurisht pa politikën nuk ka. Dhe ne i thoshte Zhani Ciku është me lakra në kokë? Si të themi këtyre të rinjve, ç'a do të thënë kjo? Do të thënë që s'ka tru, po ka Jo, me lakra në kokë ishte, unë e di kështu, me lakra në kokë është që nuk është komunist tamam. Nuk është si ne, nuk është i brimosë. është liberal. Është liberal. Foto tjetër, dhe ju shkuat në Patos. Shkuat në Patos, në një shkollë në Margëlliq si për fillimisht, por unë vura një bast me vetën time. Basti tim ishte që unë do punoj në atë mënyrë që këta ta kuptojnë që unë s'kam pasur në një gjë kundra, se që të vejnë drejtor edhe ti, drejtor artistik dhe... Kemi 2-3 foto, maestro, që lidhen me atë që ju thatë, me festivalin 11, pra me këtë situatë. Edhe foto tjetër, lutem, du të kemi dhe foton tjetër? Ky është festivali i parë i këngës parë. Kjo ishte festivali i parë, po unë pyetja ime se këtu ka, ky është një revistë, dhe fotoja tjetër, edhe do të bëj një pyetje që ti përmbledh të treja. Kjo është datë 26 shtator, në dhomën 101 në ora 9, duhet isha unë atje në Vjenë. Kjo është? Akademi për muzikën dhe për artet figurative, për muzikën dhe... Foto tjetër? Dhe ta bëj pyetjen. Jo, para kësaj, se do ta pyet për Rudin. Profesor, ju shkuat çfarë ishte festivali një radhë parë, dhe pse në të 11-ën mori atë goditje, sepse ajo revista, edhe njerë, ju lutem, ajo është një revistë për festivalin, ekës për festivalin. Po. Nuk e di besoj Vetëm festivali 11 ka mbritur të ketë një përpara programe të shtypur. Dhe revistën? Po. Dhe revistën posaç. Se unë kam revistën të, do të thënë, kompleksi instrumental në drejtimin e Alfons Balliçit, i pari nga e majta gjatë provave. Po, në provat, po. Do të thënë, në mënyrë të përmbledhur, çfarë ishte festivali dhe pse mori goditje 11 me 11 festivale? Shiko, si në mënyrë të përmbledhur. Po. Asnjëri nuk donte të bëjë një diçka
të gabuar, po deshin të bëjnë diçka më të përsosur se ajo që ishte. Drejtori i përgjithshëm për herë të parë, u vu një drejtor për këtë, u zgjodh Nikola Zoraqi, që ishte shefi i redaksisë përpara, kryes kishte bërë kaq festivale. Ja, më fal, në numrin e kaluar të dashur lexonjës, botuam intervistën e drejtorit të festivalit, kompozitorit Nikola Zoraqi. Po. Kjo. Dhe Mjallaq Luarasi, regjizor. Njeri u morë me një aspekt, tjetri me një aspekt. Këto, dëshira ishte kjo, që me që në atë kohën e liberalizmit, televizioni italian shikohesh, të gjithë këto programet e ndryshme, jo Sanremo, jo Canzonissime, këto kishin rinia i ndishte, atër sfide e këtyre ishte të bëjnë një festival që rinia të knaqe dhe të ndjeki dhe ne. Jo tjetë kopje, se shpesher thonë që festivali u bërë kopje. Jo, nuk është vërtet. Kishte formë të vetë, por asnjëri nuk ka bërë që kopjoni këto se bënete. Ishte dhe original, muzika ishte mjaft shqiptare kishte. Mirë po, bëri e gjithë këtyre komponentëve, bëri që dhe një fakt tjetër si konkluzion timi që kur ne punët na shkojnë mirë, atë diçka prishet këne. Dhe një vit i ri... Sa bukur efekte, ke thënë gjën më të bukur. Domethënë në Shqipëri kur punët shkojnë mirë, do ta prishim pastaj. Do diçka, mua kështu më ka ndodhur. Do ndodh diçka, ha? Do ndodhi. Çfarë për shembull, viti 72 ka qenë një vit shumë i bukur në Tiranë. Një vit i ri që Pallati i Kulturës i ri i bukur me mbrëmje vallëzimi poshtë, sallat e mëdha, gjithçka. Festivali doli shumë mirë deri ditën e fundit, u prit mirë dorë trokitje. Ati një batut vetëm kam bërë me Todi Lubonjin, që ishte drejtori i përgjithshëm i radios, ati që e ka shkruar në atë, por nuk do zgjatem në kujtimet e tij. Edhe shkoni shumë mirë. Në kulmin e kësaj të festave që vazhdojnë në lidhjen e shkrimtarëve dhe atje deri ditët e para të vitit që snothe fishe gëzare dhe kishte një klim shumë të mirë të gëzueshme. Pap doli goditja. Vjen data 9, mblidhet presidiumi i Kuvendit Popullor dhe bëhen vërejtjet e para nga udhëheci. Atje dhe mblidhet urgjent, vjen kryetari i lidhjes dhe mbledh komisionin e muzikës, edhe unë se isha antari pleniumit i kooptuar atje, dhe thot, dëgjoni, po e lexoj çka thënë për festivalin Shoku Enver. Dhe lexoni diçka shumë të egër, shumë të rëndë. Egër, ë? Egër. Mbetëm të gjithë, dëshira ishte po sikur, domethënë nuk ka qenë kështu, s'ka qenë kjo, ishin shkruar artikuj me shumë elozhe, pikërisht atë që u quan pastaj nga ata që ishin si prokurorë të këtyre punëve, të cilët shkruan në artikull krejt kundërt mbas asaj. Ndodhen shumë gjëra. Mua në këtë drejtim nuk isha i besueshëm, se s'kisha në dorë atë, por unë kritikat time nuk u pëlqye, sepse ato donin që të flitesh për gabime ideore të mëdha, të rënda, shmangje të vjes. Unë nuk isha specialist i saj. Unë fola për në raporti u botua pjesërisht dhe tha që kishte mangësi, nuk i nxori rënjët, sepse u fol për ky orkestracion, ky tekst, kjo përmbajtje, gjëra tilla, këto vargje, në këtë kuptim gjëra të riparueshme, jo gjëra në këtë mënyrë që të ndalohen këto të bëjë diçka, të shikohet qënia e këtyre, të dënohen ata që kanë shmangur vijin, që kanë bërë. Domethënë, ishte një qëndrim siç më takonte mua. Dhe duke vlerësuar madje edhe disa arritje që në Për këtë kërë më shumë keq nga ata që u dënuan, sa të u dënuan, Tatil Paçami, Todi Lubonja, Shefi Berdani. Për këtë erdhi më shumë keq. Do të kallëzoj diçka. Shiko, dënimi ishte i rëndë për këngëtarët, për artistët, sigurisht për Sherifin më ka ardhur keq. Ka ardhur shumë keq. Edhe pastaj erdhën që po unë u ndodha në radio, kur ai u kthye dhe më gjeti mua atje. Prap, edhe daljen e tij zbatuan, se dhe vitet e para të 90-s nuk ishin dhe ato vite që ishin bërë ndryshime të mëdha me njerë. Akoma ishte mentaliteti, pra duhesh që për Sherifin që Korça vetë të ndihmonte për të ardhur. Edhe fitoi një çmim të parë. Edhe
orkestruan gjërat edhe u bën në atë mënyrë sepse kishte ndëruar. Simfonia e Nënës? Po, pastaj më vonë këngëtarët e këto, po se këndonim Let It Be. Se këndonim Let It Be. Këto në kanë si profesorë të tjera, me do me thënë... Teksti Julianës. I Julianës. Ai, do me thënë, patëm shumë ndryshime në festival. Kishe frikë vetë në njerë se mund të arrestonin ty? Shikon, nuk kishim pse. Nuk kishim pse. Dashë keqësin i kam pranuar, po nuk ishte sepse u përpoqen jo deri atje nuk mund të them, por u bën disa shpifje të forta, të cilat kishin bazë të vërtet. Ajo e operës amerikane? Po, për operën Porgy nuk ishte shpifje. Që ishte? Sepse kishin vetë shikon, në fjalimin që mbajti Enver Hoxha në universitet, ku ishte sekretara Gimero, thot që... Sekretari Irinis? Irinis. I pari Irinis. I pari Irinis. A i thot atje që më kanë thënë që nga kultura e shekullit 20 nuk merret asnjë vepër, nuk shfaqet në Shqipëri. Kjo s'është e drejtë, se dhe në shekullin e 20 ka zhvillime përparimtare në muzikë, në pikturë, nuk janë gjitha vepra dekadente, diçka të tillë. Pra të evidentojnë këto, ishte një detyrë kjo. Unë këtë donja, më pëlqeu shumë kjo detyrë. Dhe u përpoqja dhe zgjodha një opera që kishte muzikën e negrëve, të komësisë që s'kishte të drejtë, në Amerikë, muzikën amerikane. Se në Europë ishte komplikuar puna, plus edhe veprat e të. Ati kjo opera ka summertime-in brenda, ka fragmente që dëgjohesh në për radio. Dhe ata e amplifikuan? Dhe atje ishte kjo që policia donë të dhunoj këtë besin vajzën zezake, sepse është e bukur. Ishte dhe njerëz të degeneruar, narkoman, kjo ishte ideja. Dhe kur eri problemi që më pyetën, zyrtarisht, është e vërtet që unë thonja jo, mbas kaq vjetësh në Patos, kur vendosesh tash që unë të kthehesha këtu, vinin kërkesa, vinin gjëra, unë i thash, po është e vërtet. Si thënë ato? Po e dini çfarë vepër është? Ajo është vepra më demokratike që shkruar në Amerikë. Tregon jetën e zezakëve si dhunoheshin para të drejtave të tyre, çfarë ndonte. Ta s'ke shtuar mirë. Muzikë, jo, me argumenta. Qartë. Foto tjetër, kalojmë 2 foto sepse i komentuam. Ja, këtu tani me pak fjalë historia me Rudinën, studentën tuaj. Po, jo studentën time, se kjo ishte pianiste. Se ju jeni këtu në Kopenhagen dhe Sirena. Në Kopenhagen. Se Sirena famshme. Këtu jemi në kohën e pandemisë. Pandemike që në Kopenhagen? Po. Në kohën e pandemisë. Të zuri atje? Na doli një jo. Ishim këtu, por në ato ditë përfituam nga hapje jo këto rregullat që ishin. Ne punuam në atë kohë për një projekt që do të regjistroheshin këngët shqiptare që kishte vënë në piano Lola Gjoka, këto këngët e prindërve tonë, këto këngët qytetare, 40 këngë, dhe Rudina ishte pianistja që do t'i luante pothuajse të gjitha, me dikë tjetër ishte një grup solistësh ndër më të njohurat Mariana Leka dhe 2 këngëtarë të ri të zgjedhur nga opera, dhe unë që ishe drejtoruesi artistik i gjithë këtij projekti dhe shkuam atje dhe këtu. Kishit frikë? Si shkuat? Me atë pandemi? Po mirë, po zbatonim rregullat. Foto tjetër dhe... Këtu jemi ke Sirena që simboli i Kopenhagen. Priti aq shumë e vajza të dashurin marinar sa u shndërruan në Sirena. Kam qenë atje, kam parë. Ke qenë, po. Tani, si është historia e lidhjes tuaj, maestro, me... Shiko... Ju nuk I keni dhënë mësim? Jo. Unë jam njohur vitin që vajta, atje, Rudina ishte maturante. Dhe ishte një lice. Maturante, unë kisha nxënësa dyshëm, si shkova atje që je një kuti ku gjithë hedhin nxënësat problematik. Gjithë lirojnë, se cili, dhe merr një koshti, edhe me të talentuar, po o që s'ka vullnet, o në tjetër që s'ka, do me thënë, bëhet edhe do puno shumë që ta ngresh. Mirë po, kishe të bëjmë me setër, me thë që unë s'mund të apranonje, do me thënë që këto nxënësa mos kenë progres, ose dy t'ikin nga shkolla,
në rrasë ashtu. Shkolla kishte arritje, atër jo, papa vrami. Po dhe? Edhe në këtë grup të talentuar ishte në matur, që ishte Renatori, po violoncelist, shumë i mira, Stricelita, pastaj ishte Smeral Spaju në violinë, të tjerë, ishte dhe Rudina në piano, kishte dhe të tjerë, dhe në këtë grup që vinin bënin lëndë afër klasës time, duke njohur me këta të tjerët, Rama aty ishte edhe një person i njoftur familjarisht për nesh, me lidhje gjaku, dhe kështu u krijua një shoqëri. Po këta kishin përshtypje shumë mira për liceun, sepse liceu në atë kohë kishte një jetë artistike të admirueshme, çdo të diel në sallën e lidhjes bënte koncerte, recitale me nxënësat më të mirë. Kishte disa gjëra. Dhe këta filluan vinin shpesh. Erdhe një herë, dy herë në atë kohë, miqësia u zhvillua dhe në vitin e tretë, kur Rudina ishte në shkollë, ishte krahas me Marimin, e pam që kjo lidhje tonë, domethënë, ishte një lidhje që nuk mund të ishte të quhesh më shoqëri. Dhe në këtë mënyrë erdhi kjo lidhja tonë. Sa vjeç ishi tu, profesor? Po, unë isha 36. 36. Ajo ishte? Ajo ishte 26, se i takon, se tjetë qik me vogël. Okej, foto tjetër? Ja, dhe këtu një foto, këtu është dasmës? Kjo është në dasëm. E dasëm. Dasmë madhe, ku e bë dasmën? E bëm ke një lokal këtu, ku është kinema Partizani, ku ka qenë, ai një që ishte si restorant atje. Edhe po atje nuk kërceheshin tërkohën një dhe hudh pare. Në atë kohë orkestra ishte një orkestër moderne, kemi kërcyer rock e çfarë të do një ti si asnjëherë tjetër. Bëm një dasëm shumë bukur edhe muzikantët vetë. Edhe vetë muzikantët? Po. Kush ishe në kitar? Në kitar ishte Kola, si e kishte emrin. S'ka problem. Foto tjetër? Këtu jemi në Dajt. Tu jeni në Dajt? Po. A se duke si, do dhe mua më duk, më thënë drejtë, më duk si jashtë Shqipërisë, po që nga foto... Jo, këtu brenda. Shkonim shpejt, kemi shkuar dhe kur ishim studente në Dajt, në këmbë. Foto tjetër, se më ka bërë përshtypje është një foto, që ma keni dhënë ju. Po këtu, në Rusi? Jo, këtu jemi në Suedi. Suedi koncerte në një pishin, i cila atje është borë, temperatura kaq minus, dhe ne vorbulla të nxirrte për jashtë dhe vuse pra brenda, vorbulla e ujit. Qa thua? Po, atëherë ne vendosëm të dalim edhe të bëjmë një foto sikur jemi në dëbar. Dhe atje ishim. Unë thash, kur më dërgove këtë, thash, maestro, mas kësaj u vizituat, më urdoj të fëtot? Jo, hiç fare. Bravo, të forti. Foto tjetër? E organizuam bukur. Ja, kishe... A kjo është ajo e festivalit 11, orkestra e muzikës letë. Foto tjetër? Gaspër Çuçis, kjo. Tani, Gaspër Çuçia se më ngasmove. Si mund po shkatoj? Muzikanti, shiko, fati keqi ti. Pse? Ai kishin bërë një gjë. E dima dhe atë të biletave. E kishte bërë? Po. Kishin bërë një grup që kishte bërë dhe të nesërmen u abrogua ligji i pushkatimeve për këtë. E pëse një ditë pas pushkatimeve? Jo tamam një ditë, do me thënë ato kohë. Të erdi keq, profesor, të erdi keq. Ishte shumë muzikanti talentuar. Shumë. Për këtë lloj muzike, sidomos. Edhe me këtë bendin, e kishte në natyrë këtë natyrën e jazzit. Dhe kisha kënaqësi që në ansamblin e këngëve dhe vallëve në kohën që isha unë, ishte dhe vajza. Vajza e tije? Është akoma tje dhe... është atje Çuçia? Po qa... Jo, të shmërtuar është bërë kërcimtare. Është kërcimtare, ha? Vajza e Gasprit. Sa interesant.